Une kisha fillu me ajetin kuranor, ku Allahu në surën Bekara thot, ja ejuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyamu kama kutiba alelladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, u është bërë obligim agjërimi, ashtu sikur se ka qenë obligim edhe për popull që kanë qenë para jush. Po. Mirë po, dijeni se qëllimi dhe synimi i agjërimit është që ju të arrini kulminacionin e devotshmërisë. Pra, nëse shohmi devotshmërinë apo nocioni devotshmëri është një mozaik i cili nuk përbëhet nga një element, qoftë ai element vertikal apo qoftë ai element horizontal. Në aspektin vertikal, nga agjërimi përfitojmë sinqeritetin, nga agjërimi përfitojmë durimin, nga agjërimi përfitojmë qëndrueshmërinë, ashtu sikur se është quajtur agjërimi sinqeritet, ashtu sikur se është quajtur agjërimi edhe durim, muaji i sabrit. Mirë po, boshti kurizor i devotshmërisë në aspektin vertikal është që njeriu gjatë agjërimit, me agjërimin në agjërimin e tij të arrijë domethënë të vetëdijsohet se Allahu e kontrollon në çdo gjë.